Nuk kishte menduar kurrë se jeta e saj do të shpërqendrohej kaq papritur. Aq sa një vajzë 27 vjeçare nga një fshat i vogël shqiptar të përfundonte e martuar me një burr afrikan, që as e kishte parë ndonjëherë në jetë. Ajo rritej me ëndra krejt të tjera. Një punë të sigurt në qytet, ndoshta studimet që nuk i kishte përfunduar, dhe mbi të gjitha, një martesë për dashuri, jo për detyrim. Por familja e saj, e përfshirë në borxhe, konflikte fisnore dhe presione të vazhdueshme të zakonit, vendosi për jetën e saj pa e pyetur. Dhe ajo, mes frikës, ndjenjes së fajit dhe varësisë së thellë emocionale ndaj prindërve, pranoi ose më saktë, u dorëzua. Historia fillon një mëngjes tetori, kur ajri ishte i ftohtë dhe mjegulla ngrihej si një perde e dendur mbi rrugët e ngushta të fshatit. Ajo zgjohet nga zhurma e nënës që u lërinte në kuzhinë. Me syt ende të rënduar nga pagjumësia, dëgjoi fjalë që i ngrin gjakun. Sot vjen ai. Ai që të ka kërkuar për martesë. Dhe ti nuk do thuash asnjë fjalë kundër. Në fillim besoi se kishte dëgjuar gabim. Në shtëpi nuk kishte folur për asnjë kërkesë martese. E dinte që disa herë njerëz të ndryshëm kishin pyetur për dorën e vajzës, por prindërit kishin refuzuar me justifikimin se ishte ende e re. Por tani, në mënyrë të papritur, vendimi duke i marrë dhe i pakthyeshëm. Ajo zbret shkallët ngadalë, me zemrën që i rrite fort. Nëna e saj ecte sa andej këtej, e nervozuar, me sy të skuqur, sikur kishte qarë. Babai rinte ulur në krye të tavolinës, me duart të shtrënguara, me një heshtje të rëndë që dukej më kërcënuese se çdo britmë. Mami, çfarë po ndodh? Pyeti ajo me zë të dridhur. Nëna u kthye menjëherë, duke e parë drejt në sy. Do martohesh. Ka ardhur koha. Kështu e ka caktuar babai yt. Me kë? Do e shohësh vetë. Është burr i mirë, afrikan. Atë qast, në stomak i ra një peshë rënd, sikur dikush i kishte hedhur një gur brenda. Afrikan. Po pse? Kush është ky njeri? Si më dorëzoni kështu? Zëri i saj u thye në mes. Prapse prap në sy të prindërve nuk dallonte keqdashje, dallonte panik, frikë dhe presion, sikur edhe ata po vepronin të shtyr nga dikush tjetër. Babai u ngrit më në fund. Ishte lodhur shumë vitet e fundit dhe dukej sikur pleqëria e kishte kapur më shpejt se duhej. Vajz, nuk e zgjidhje. Na ka rënë një borxh i madh mbi kokë, dhe ky njeri na del garant. Na ndihmon. Kjo është mënyra. Kështu do shpëtojmë. Ajo e dinte për borxhin, kush nuk do ta dinte në një shtëpi ku çdo ditë llogaritej edhe buka. Por kur nuk i shkonte ndërmend se familja do sakrifikonte ardhmërinë e saj për të. Megjithatë, në zonën ku jetonin, fjala e njerëzve ishte e fortë, zakoni i rënd, dhe varfëria të shtrëngonte si lak në fyt. Rreth mesditës, një makinë huaj u ndal para portës së tyre. Ajo qëndronte në dritare, e mbledhur tek vetja, ndërsa zemra i bëhej thik. Shoferi hapi derën e pasme, dhe nga makina doli një burr i gjatë, me lëkurë të errët, i veshur me kostum ngjyrë gri. Nuk ishte siç ajo kishte pritur. Në fakt, ishte i qetë, i respektueshëm, me sy të butë dhe një buzëqeshje që përpiqej të mos e friksonte. E megjithatë, ajo nuk arrinte dot ta pranonte idenë se ky burr, i panjohur, i huaj në çdo kuptim, po vinte të merrte të ardhmen e saj. Ata e ulën në dhomë me prindërit. Ajo qëndroi më njan, duke shikuar dyshemen. Nuk kuptonte shumicën e fjalëve që ai thoshte, megjithse fliste pak shqip. Ai tregoi se jetonte prej vitesh në Itali, se kishte biznes të vogël, se kërkonte një familje, dik me të cilën të ndante jetën. Dhe për të, ajo vajzë ishte zgjedhur nga ndërmjetësi i fshatit, si një vajzë e ndershme dhe e rritur me vlera. Asnjëherë më parë nuk ishte ndier kaq e padukshme. Sikur zëri i saj nuk kishte asnjë peshë. Kur në fund i kërkua mendimin, ajo mundi vetëm të thoshte: "Nuk dua, ju lutem, më jepni kohë." Por në çast ndërhyri babai. Koha mbaroi. Kjo është zgjidhja jonë, dhe edhe ajo e pranon. Ajo i ngriti sytë e mbushur me lot, por askush nuk e shikoi. Ditët që pasuan ishin një mjegull e madhe. Vendimi u mor. Data e dasmës u caktua. Ajo ndihej si një figurë prej letre, e shtyr nga duart e të tjerëve. Komshinët filluan të flisnin, disa me keqardhje, disa me përçmim, disa me zili të sëmur. E martojnë me të huaj. E shpëtojnë shtëpinë, si janë budallenj. E martojnë me afrikan. E kanë humbur mendjen. Ka fat, të paktën do dal nga fshati. Çdo fjalë ishte një thikë e vogël në zemër. Afër ditës së dasmës, nusja ajo vetë filloi të përjetonte ankth, pagjumsi dhe frikë të thellë. Asnjëherë nuk kishte qenë kundër njerëzve të huaj. Por martesa është intimitet, jetë e përbashkët, një premtim shpirtëror, e kjo martesë nuk kishte asnjë prej këtyre. Ajo nuk po martohej për dashuri, as për dëshirë, por për detyrim. Pjesa më e dhimbshme ndodhi natën para dasmës,
kur ajo shkoi tek dhoma e nënës dhe u ul pranë saj. Mami, të lutem mos ma bëni këtë. Unë nuk jam lodër. Nuk jam pagesë borxhi. Nëna e saj mori duart e vajzës dhe filloi të qante. Nuk e kupton, na kanë zënë në grac. Na kanë kapur me borxh. Do na heqin shtëpinë. Do na nxjerrin në rrugë. Babai yt nuk do e përballonte. Na fal vajz, por kjo është e vetmja mënyrë. Për herë të parë në jetë, ajo e ndjeu që prindërit nuk po e tradhtonin, po e përdornin si një mjet shpëtimi. Dhe kjo dhimbte edhe më shumë. Në fund ajo u ngrit dhe tha fjalin që nuk e kishte menduar kurrë se do e shqiptoste ndonjëherë. Po e bëj, por ju nuk do e kuptoni kurrë se çfarë po më humni. Dita e dasmës erdhi shumë shpejt. Muzika binte, njerëzit vallëzonin, dhe ajo e veshur me fustan të bardhë, që nuk e kishte zgjedhur vetë, ecte si në vegim. Burrin që po martohej me të e shihte në mënyrë të turbullt, si një figurë e largët. Ai u përpoq të ishte i sjellshëm, i qeshur, i dashur, por ajo nuk arrinte dot t'i përgjigjej. Sa herë i afrohej, trupi i saj të kurrej. Ai nuk kishte faj, por ajo nuk kishte forcë ta pranonte. Në mbrëmje, pas një dasme të lodhshme, ajo u nis drejt një jete krejt tjetër, në një vend të huaj, me një njeri që nuk e njihte, me një martesë që nuk e kishte zgjedhur. Dhe dita e parë në shtëpinë e tij ishte fillimi i gjithçkaje që do vinte më pas, e mira, e keqja, e panjohura, frika, surprizat dhe vërteta e madhe që do e çlironte vite më vonë. Ajo mbërriti në Itali në një mbrëmje të ftohtë nëntori. Qielli ishte gri, rrugët të zhurmshme, makina të mëdha kalonin me shpejtësi, njerëzit ecnin shpejt, pa e parë njëri tjetrin. Ishte krejt e kundërta e fshatit ku ishte rritur, e humbi veten që në hapin e parë. Burri i saj, Kofi, e priti me një buzëqeshje të butë, me valizet që i mori nga dora, duke i hapur derën e makinës me kujdes. Çdo lëvizje e tij ishte e qetë, kinse i friksohej se mos e tremte. Por ajo, e ngrir nga brenda, nuk reagonte pothuajse fare. Ai e ndjente distancën e saj, e shikonte heshen e saj, por nuk nxirrte asnjë fjalë që mund t'i dukej presion. Shtëpia jonë është pak më larg, tha ai me një shqipe të thyer, por të kuptueshme. Ajo nuk foli. Vetëm shikonte rrugën që ndryshonte çdo minutë, ndriçime, ndërtesa, njerëz. Një botë që nuk e njihte. Dhe ajo pyeste veten, a jam e martuar? Po shkoj vërtet në një shtëpi që nuk është e imja. Po nis një jetë ku unë s'kam zgjedhur asgjë. Shtëpia e tij ishte modeste, e pastër, e sistemuar me kujdes. Një apartament i vogël, me 2 dhoma, një sallon të thjeshtë dhe një kuzhinë që nxirrte aromë erëzash të huaja. Në mur kishte disa fotografi të vjetra, familja e tij në Afrikë, fëmijë që luanin me spluhurit të artë, gra me rroba ngjyra shëndezura. Ajo u ndal përpara një fotografie ku ishte një grua e moshuar, me një shami të kuqe. Është nëna ime, tha ai me një buzëqeshje të dhimbshme. Ka vdekur para 2 vitesh. Ajo nuk dinte ç'të thoshte. Vetëm uli kokën, duke u përpjekur të ruante një farë respekti. Kofi i tregoi dhomën e saj, apo më saktë, dhomën tonë. Aty ajo ndjeu një therrje të fortë në stomak. Nëse nuk ndihesh gati, nuk ka problem, i tha ai me një zë të butë, duke kuptuar reagimin e saj të menjëhershëm. Unë jam këtu. Nuk dua të prek pa dëshirën tënde. Ne jemi njerëz, jo kafsh. Fjalët e tij e hutuan. Nuk priste një njeri aq të kujdesshëm, aq të matur. Kishte dëgjuar shumë paragjykime, shumë histori të shtrembruara, shumë frikë që ja kishin mbjellë prindërit dhe fshati. Por Kofi ishte tjetër. Ishte i sjellshëm, i qetë dhe më i vetmuar se sa dukej. Ditët e para ishin të çuditshme. Ai dilte herët në punë, kthehej pas dite, i lodhur, dhe përpiqej të krijonte bisedë. Ajo nuk fliste pothuajse fare. E gjithë dita e saj ishte një pasqyrë e heshtur. Hante pak, rregullonte shtëpinë dhe rinte në dritare duke soditur rrugën, si një zog i mbyllur në kafaz. Ishte vetmuar, pa familje, pa shoqe, pa gjuhë. Kofi një mbrëmje i solli një kuti me fruta dhe ëmbëlsira nga një dyqan afrikan. Është ushqimi im, i tha me buzëqeshje. Dua të njohësh edhe një pjesë të jetës sime. Ajo i vështroi me dyshim, ai qeshi lehtë. Nuk të helmoj dot, jam i martuar me ty, tha duke bërë shaka. Ajo nuk qeshi, por syti lëvizën pak, duke zbutur tensionin. Këto janë si ëmbëlsirat që bënin motrat e mia, tha ai, dhe në sytë e tij ajo pa mall, një mall të thellë. Ajo ndjeu ndjesi të çuditshme, një përzierje faji dhe keqardhje. Unë jam detyrim për të, ndërsa ai përpiqet të më bëjë të ndihem mirë, mendoi ajo. Një ditë, ndërsa ai ishte në punë, ajo gjeti një album të vjetër fotografish në raftin e dhomës. Nuk ishte kurioze të ndërhynte në jetën e tij, por diçka në atë album i tërhoqi vëmendjen. Ishin 10 fotografi të një fëmije të vogël, një djalë me fytyrë engjëllore,
sy të mëdhenj dhe buzëqeshje të ndritshme. Në disa foto ishte ai vet, Kofi, më i ri, duke mbajtur në krah. Ajo u ngrir. Nuk më tha kurrë se ka fëmijë, albumi kishte data të vjetra, rreth 7 vite më parë. Kur ai u kthye në mbrëmje, ajo po qëndronte ulur në divan, duke pritur. Ishte hera e parë që ai e pa kaq serioze dhe të tensionuar. Kofi, ai fëmia në foto, kush është? Ai ndaloi. U ul përballë saj dhe mori frymë thellë. Është djali im, pranoi ai me një qetësi të dhimbsur. Ajo ndjeu një therrje, jo xhelozie, por një ndjenjë se ishte futur në një jetë shumë më të ndërlikuar se që kishte menduar. Pse nuk më the? Pyeti ajo, pa ngritur tonin. A do më besoje? A do të vije? Unë nuk doja të trembja. Nëna e tij u largua. Jam vetëm me të, por ai është në shkollë speciale në një qytet tjetër. Pa të, unë nuk jam askush. Aty, për herë të parë, ajo pa dhimbjen e tij të vërtet. Përtej martesës së tyre të detyruar, ai ishte një njeri që kishte humbur shumë, nënën, gruan, familjen, vendin e tij, dhe tani jetonte me një vajzë që nuk e shikonte as në sy. Ditët kaluan dhe mes tyre lindi një heshtje e butë, jo marrëmiqësore. Ai nuk i kërkoi asgjë. Ajo nuk e ngriti zërin. Thjesht filluan të mësoheshin me praninë e njëri tjetrit. Një mbrëmje ai i tha: "Kam folur me një shoqen time që jep mësime italisht. Dua të çoj në kurs. Nuk dua të ndihesh e burgosur." Ajo e pa, e habitur nga mirësia që nuk kishte pritur. "Pse bën kaq shumë për mua?" e pyeti ajo. Ai qeshilet, sepse në shtëpinë ku jam rritur, gratë ishin zemra e familjes. Nëse gruaja ime vuan, vuaj dhe unë. Në atë çast, ajo uli kokën dhe sytë e saj u mbushën me lot. Ai u afrua, por jo për ta prekur, vetëm e pyeti: "A je mirë?" Ajo përshpëriti: "Nuk jam mësuar me këtë, me mirësinë." Ai mori frym ngadalë, i prekur: "Mirësia nuk është borxh, nuk është detyrim, është zgjedhje. Unë nuk dua robërinë tënde. Dua respektin tënd." Ajo hapi gojen, por nuk doli asnjë fjalë. Në atë moment, për herë të parë që nga martesa, ajo pa te Kofi jo një burr të huaj, jo një martesë të detyruar, por një njeri të mirë, të brisht, të vetëm. Dhe në zemrën e saj të plagosur, diçka shumë e vogël filloi të lëvizte. Një farë e vogël, e padallueshme, por e vërtet, një fill i parë i besimit. Kursi i italishtes filloi pas 2 javësh. Ajo u zgjua herët atë ditë, me një ndjesi të çuditshme në stomak. Nuk ishte frikë, por as gëzim. Ishte një përzierje ndjenjash që nuk i kishte provuar prej kohësh. Lëvizje, ndryshim, një mundësi e vogël për të pasur pak kontroll mbi jetën e vet. Kofi e çoi me makinë deri tek shkolla e vogël ku jepeshin kurset. Para se të zbriste i tha: "Do jem këtu pas 2 orësh. Mos u shqetëso. Je e sigurt?" Ajo u përgjigj vetëm me një tundje koke, por syt i kishte të butë. Ishte hera e parë që dilte vetëm në Itali. Herën e parë që do të kishte kontakt me njerëz të tjerë, jashtë shtëpisë. Dhe kjo e friksonte, por edhe i jepte një lloj shprese. Në klasë ishin rreth 8 studentë, shumica gra nga vende të ndryshme: Ukraine, Marok, Filipine, Sri Lanka. Ajo ndjeu se nuk ishte e vetmja e humbur. Secila prej tyre kishte një histori, një braktisje, një fillim të ri. Mësuesja ishte një grua rreth të 50-tave, shumë e qeshur, që i bëri të gjitha të ndiheshin të mirëpritura. Kur erdhi radha e prezantimit, ajo tha me një zë të ulët: "Unë jam Arta, jam nga Shqipëria." Ishte hera e parë që thoshte emrin e saj me zë të lartë, që kur kishte ikur nga shtëpia. Ishte sikur po e merrte pak nga pak vetveten mbrapsht. Gjatë mësimit, ajo ul pranë një vajze ukrainase me emrin Lera. Lera i foli me një përzierje anglishteje dhe italishteje të thyer, duke e pyetur se prej sa kohësh jetonte në Itali. Ajo nuk dinte si t'i shpjegonte, ishte turp, dhembje dhe sekret i familjes së saj. Prandaj tha thjesht: "Pak kohë, jam e re këtu." Lera buzëqeshi, pa e pyetur më tej, duke i lënë hapësirë. Në fund të mësimit, Kofi e priste në makinë. Ajo u afrua dhe ai vuri re diçka ndryshe në fytyrën e saj. Si shkoi, e pyeti ai. Ajo nuk foli, por një buzëqeshje shumë e vogël u shfaq në buzë. "Ajo është shumë mirë," tha Lera duke kaluar pranë tyre, duke qeshur. Ajo skuqet, ndërsa Kofi qeshilet, duke që ke bërë mike. Ajo nuk e kundërshtoi. Ditët filluan të kalonin më ndryshe. Kursi i italishtes u bë një dritare e vogël lirie. Ajo filloi të mësonte fjalë të reja, të njëjtë njerëz, të vetëdijsoi se bota ishte më e madhe se fshati i saj dhe paragjykimet me të cilat e kishin rritur. Lera u bë shoqja e saj e parë. I tregoni njëra tjetrës histori të vogla për kulturat e tyre, për ushqimet, për zakonet. Por një ditë, ndërsa Arta mbaroi kursin dhe po dilte, vuri re 3 burra të rinj italian që e shikonin me një buzëqeshje të pakëndshme. Njëri prej tyre i tha diçka në italisht, por ajo nuk e kuptoi.
Kur ai ju afrua, ajo u tremb dhe bëri një hap prapa. Ishte hera e parë që përjetonte një ngacmim të tillë, në një vend të huaj, pa askën që ta mbronte. Pikërisht atë çast, makina e kofit ndaloi pranë saj. Ai pa skenën, zbriti menjëherë dhe u afrua duke folur në italisht të rrjedhshme. Ishte i qetë, por i prerë. Burrat u larguan me një murmuritje. Ajo sapo u fut në makinë, duart i dridheshin. Ai e vështroi me shqetësim. A je mirë? Ajo nuk foli, por syti ajo mbushi me lot. Kofi i vuri dorën lehtë mbi shpatull. Nuk je vetëm. Mos haro kurrë. Ajo e shikoi për një çast dhe ndjeu diçka të re. Siguri, më vonë atë mbrëmje, ndodhi diçka që e afroi edhe më shumë me të. Ai po përgatiste darkën, një pjatë tradicionale afrikane, kur i ra telefoni. Zëri i tij ndryshoi menjëherë sapo dëgjoi tjetrën anë të linjës. Po e kuptoj, do vi. Ai e mbylli telefonatën me një fytyrë që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë, të zbrazët dhe të tronditur. Çfarë ndodhi? E pyeti ajo me hezitim. Ai mori frymthell. Djali im është sëmur. Shkolla më njoftoi se ka rënë në tokë dhe ka humbur ndjenjat. Duhet të shkoj nesër në qytetin tjetër. Ajo e ndjeu zemrën t'i ngrihej. Po dua të vi me ty, tha ajo pa menduar 2 herë. Ai e pa i befasuar. Je e sigurt? Nuk e pse. Ajo tundi kokën. Fëmia është i familjes. Unë jam gruaja jote. Nuk dua të ndihesh vetëm. Fjalët i dolën natyrshëm dhe ajo u habit me veten. Ishte sikur brenda saj kishte lindur një ndjenjë që as ajo vetë se priste. Ai u prek. Sytë e tij u zbutën, sikur kishte dëgjuar diçka që nuk e kishte shpresuar dot kurrë. Faleminderit, Arta, i tha me zë të ulët. S'di çfarë të them. Të nesërmen udhëtuan. Rruga ishte e gjatë dhe e heshtur. Ajo e shikonte rrugën e gjatë dhe i dridhej zemra nga frika e së panjohurës, por ndërkohë ndjente edhe një forcë të re. Kur mbërritën në shkollën speciale, Arta pa djalin e vogël, rreth 7 vjeç, të vogël, të brisht, me syt pak të mbyllur dhe me frymëmarrje të rëndë. Ai ishte engjëllor. Kofi u ul pranë tij dhe i mbajti dorën. Baba është këtu, i pëshpëriti. Ajo i pa të dy dhe zemra ju lëkun. Nuk e priste këtë ndjesi. Ishte një dhimbje e butë, një keqardhje e thellë, një instinkt i çuditshëm mbrojtës. Ishte hera e parë që e kuptoi se në këtë martesë kishte hyrë jo vetëm në jetën e Kofit, por edhe në jetën e një fëmie që kishte nevojë për dashuri. Kur djali hapi pak syt dhe pa Artën, ai buzëqeshi lehtë. Ishte një buzëqeshje e pafajshme, që e shtangu. Është e bukur, murmuriti fëmia në italisht. Arta nxori një lot të vetëm, pa e kuptuar. Në kthim, ajo nuk foli për disa minuta. Pastaj tha, djali yt është i mrekullueshëm. Kofi e shikoi me një ndjenjë të thellë mirënjohjeje. Faleminderit. Ai është arsyeja pse unë vazhdoj. Arta uli syt, do të jem pranë jush. Sa do të mundem. Ai e shikoi me habi dhe dhimbje. Nuk të detyroj, Arta. E di, tha ajo. Prandaj dua. Në atë çast, mes tyre ndodhi diçka e padukshme. Por e vërtet, një portë u hap. Një distancë u shkri. Një ndjenjë e re u mbolli në zemrat e tyre. Nuk ishte dashuri ende, por ishte diçka më e rëndësishme se aq. Zgjedhja e parë që Arta kishte bërë vetë. Ajo ditë ngrysur e vjeshtës, kur Mira po kthehej nga puna, do të ishte dita që do të vuloste fundin në një kapitulli të dhimbshëm dhe fillimin e një epoke të re në jetën e saj. Rruga gjarpruese drejt shtëpisë së tyre të vogël në periferi të qytetit ishte mbushur me gjethe të lagura, ndërsa qielli dukej sikur po mblidhte të gjitha stuhitë e brendshme që Mira kishte mbajtur prej vitesh. Sapo hapi derën, pa të ulur pranë tavolinës burrin e saj, Kofin, me një zarf të bardhë para tij. Sytë e tij të thellë, që gjithmonë dukeshin të qetë dhe të mençur, këtë herë reflektonin një breng që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë. Mira, duhet të flasim, i tha ai me një zë që mezi mbahej. Ajo ngriti kryet, duke ndier një therrje të çuditshme ankthi. Nuk ishte hera e parë që dikush në jetën e saj i thoshte, duhet të flasim. Por me të gjithë të tjerët, ajo ndjente frikë. Me të, ndjente vetëm pasiguri dhe një pikë dhimbjeje që nuk e shpjegonte dot. Ai i shtyu zarfin. Është letra ime e punës. Më transferojnë në një projekt të ri. Në Ghana. Mira ndaloi së frymëruri për një moment. Zemra i trokiti fort në gjoks. Sa kohë? Pyeti ajo, të paktën 2 vjet. Kaq mjaftoi që realiteti ta godiste si një rufe e papritur. Ndjesit e përziera i mbuluan mendjen. Ai burr që dikur e kishte parë si një të huaj, madje si një ndëshkim të imponuar nga familja, tani ishte njeriu i vetëm që i kishte sjellë qetësi. Të largohej. 2 vjet. E kuptoi atë çast se sa shumë ishte mbështetur tek ai, sa shumë ishte lidhur shpirti me të në heshtje, si një pemë që rrit rënjë pa u vënë re. Mira, nuk dua të largohem prej teje, tha ai me një zë të drojtur. Ti je familja ime.
Ajo uli syt. Ishte hera e parë që dikush i thoshte këtë pa asnjë interes, pa imponim, pa pritje. Thjesht sepse ndjente, po unë, mendoi ajo. A jam gati ta pranoj këtë? Miqësia që u kthye në dashuri gjatë 2 javëve të ardhshme. Shtëpia e tyre e vogël dukej më e heshtur. Të dy ishin më të butë në sjellje, më të rezervuar, sikur po e ruanin veten nga një dhimbje që ende s'kishte ardhur. Kofi përpiqej të mos e trazonte shumë, por ai shpesh qëndronte duke e parë në heshtje, duke analizuar çdo nuancë të fytyrës së saj, sikur donte ta mbante mend për ditë. Një natë, ndërsa po qepnin së bashku te divani i vjetër, ai po rregullonte një kablo të prishur dhe ajo po qepte një krah këmish. Kofi u kthye drejt saj. Mira, ti e di që martesa jon nisi gabim. Nisi me dhunë, me detyrim, me padrejtësi. E di që kam qenë i huaj për ty. Ndoshta jam ende. Ajo u drodh kur dëgjoi fjalën i huaj. Nuk e pëlqeu. Nuk donte që ai të ndjente kështu. Por unë, vazhdoi ai, nëse një ditë ti do të duash dik tjetër, të lirë, nga vullneti yt unë do të iki pa bërë. Nuk dua të jem arsyeja pse ti humbet veten. Asnjë burr shqiptar që ajo njihte s'do ta thoshte një gjë të tillë. Asnjë nuk do ta pranonte me kaq dinjitet një të vërtet kaq të hidhur. Ajo uli syt nga gishti i saj që mbante unazë. Atë unazë që se kishte dashur kurrë, por që me kohën ishte bërë simboli një paqeje të vogël. Po nëse nuk dua të humbas ty, tha ajo krejt papritur. Kofi ngriti kokën ngadalë, i habitur. Ajo çfarë pa në sytë e saj, atë moment nuk ishte më një vajzë e friksuar. Ishte një grua që më në fund po fliste me zemër. Lajmi që ndryshoi gjithçka në javën e fundit para nisjes së tij. Diçka e papritur ndodhi. Mira u ndje e lodhur, e përgjumur, e hutuar. E mendoi si stres. Por një mëngjes, kur u ngrit me marramendje, e kuptoi që diçka ishte ndryshe. Një test, një rezultat pozitiv. Dorëzoi testin në duart e Kofit pa thënë asgjë. Ai e mbajti në dorë për disa sekonda, pa reaguar. Syti i mbushën me lot, por ai u përpoq t'i fshihte, për të mos e trembur atë. Mira, ai e mirë, pyeti ai me zë të dridhur. Ajo uli syt dhe, për herë të parë, e vendosi dorën mbi dorën e tij. Jam mirë sepse nuk jam vetëm. Kofi e mori në përqafim, një përqafim që ajo nuk do ta harronte kurrë. Ishte një përqafim falënderimi, gëzimi, frike, shprese, të gjitha bashk. Do të ri, tha ai. Nuk i ki, por Mira tunti kokën, jo. Do të shkosh. Ky është fati yt, karriera jote. Unë nuk dua të jem arsyeja që ti heq dorë nga ëndrat e tua. Ai e shikoi hutuar, dhe unë e pyeti, ti do të kthehesh. Ajo nuk e dinte nga i erdhi ajo siguri. Ndoshta nga mënyra si ai e shikonte. Ndoshta nga fëmia që po rritej brenda saj. Ndoshta nga fakti që për herë të parë në jetë ajo po ndihej e vlerësuar. Përballja e fundit me familjen kur Mira u kthye në fshatin e saj për t'i treguar familjes për shtatzënin, u përball me të njëjtat fytyra që dikur e kishin braktisur. Nuk do të kisha ardhur, u tha ajo qetësisht, por dua të jeni në dieni që unë do të bëhem nën, edhe pa ju. Nëna e saj nisi të qante, por këtë herë nuk ishte një lot fajësie. Ishte një lot humbjeje. Kishte humbur kontrollin mbi vajzën e saj. Babai yt do të pranoj, tha ajo. Jo, u përgjigj Mira. Unë s'dua pranim. Dua respekt. Dhe ai s'ma dha kurrë. Nuk kishte sharje. Nuk kishte britma. Thjesht një mbyllje dere e heshtur, por e fortë. Një jetë e Mira qëndroi në Shqipëri për armëtën e parë të shtatzënisë. Kofi, nga ana tjetër, punonte në Gana, duke i dërguar mesazhe çdo ditë, duke i kërkuar foto të barkut, duke i folur bebës së tyre përmes videos. Kur u lind vajza e tyre, ai rinte 6 orë në telefon, vetëm për të parë si merrte frymë vogla. Pas një viti, ai u kthye. Mira e priti në aeroport me vajzën në krah. Kur ai i pa, u ul në gjunjë në mes të sallës. Lotët i rrinin lirshëm, pa turp, jam në shtëpi, tha. Ajo ju afrua, tani po, ju përgjigj. Tani jemi familje. Dhe fundi i vërtet, fundi i tyre nuk ishte një fund për allash. Ishte një fillim i vështirë, i çuditshëm, i trazuar, por i vërtet. Mira duhej të mësonte të jetonte me plagën e dhimbjes që familja i la. Kofi duhej të ndërtonte një jetë të re në një vend që dikur e kishte parë me përbuzje. Por ata e ndërtuan së bashku. Dhe ndonjëherë, kur Mira e shikonte vajzën e saj duke luajtur në obor, ajo mendonte, e detyruan të martohen me të. Por Zoti ma solli si shpëtim, sepse ndonjëherë fati vjen në forma të çuditshme, dhe lumturia nuk vjen gjithmonë siç e pret.